Data 17 prill. Levitiku, kapitulli 21. Dhe Zoti I tha Mojsiut: Folu priftërinjve, bijve të Aronit dhe u thuaj: Asnjë prift të mos ndotet për një të vdekur në mes të popullit të tij, veç se po të jetë një I afërm I tij, I një gjaku, nëna, ati, biri, bija, vëllai dhe motra e tij ende e virgjër që jeton me të, dhe që nuk është martuar ende, por atë mund të ndotet. Duke qenë një udhëheqës në mes të popullit të tij, nuk do të ndotet duke përdhosur veten e tij. Priftërinjt nuk do të bëjnë tonsurën mbi kokën e tyre, nuk do të ruajnë mjekrën e tyre dhe nuk do të bëjnë prerje mbi mishin e tyre. Do të jenë të shenjtë për Perëndinë e tyre dhe nuk do të përdhosin emrin e Perëndisë së tyre, sepse I ofrojnë flijime Zotit, të përgatitura me zjarr dhe bukën Perëndisë së tyre, prandaj do të jenë të shenjtë. Nuk do të marrin për grua një kurv, as edhe një grua faqenzir. Nuk do të marrin një grua të ndarë nga burri, sepse janë të shenjtë ndaj Perëndisë së tyre. Ti do ta konsiderosh priftin të shenjtë, sepse ai I ofron bukën Perëndisë tënd. Ai ka për të qenë I shenjtë për ty, sepse unë, Zoti, që ju shenjtëroj, jam I shenjtë. Në rast se bija e një prifti humb nderin duke u bërë kurv, ajo turpëron të atin, ajo do të digjet me zjarr. Por ai që është kryeprift midis vëllezërve të tij, mbi kokën e të cilit është vënë vaji I vajosjes dhe që është shenjtëruar për të veshur rrobat e shenjta, nuk do të zbuloj kokën dhe nuk do të shqyejë rrobat. Nuk do t'i afrohet asnjë kufome, nuk do të ndotet as për të atin, as për të ëmën. Nuk do të dalë nga shenjtërorja dhe nuk do të përdhos shenjtëroren e Perëndisë së tij, sepse shenjtërimi I vajosjes nga ana e Perëndisë është mbi të. Unë jam Zoti. Do të marr për grua një virgjëresh. Nuk do të marr as grua të ve, as të ndarë nga burri, as grua faqenzir, as kurv, por do të marr për grua një virgjëresh nga populli I tij. Nuk do të turpëroj trashëgimtarët e tij në mes të popullit, sepse unë jam Zoti që ju shenjtëron. Dhe Zoti I foli Mojsiut, duke I thënë: Folu Aronit dhe I thuaj: Në brezat e ardhshëm asnjë burr nga fisi yt që ka ndonjë gjymtim, nuk do të mund të afrohet për të ofruar bukën e Perëndisë së tij, sepse asnjë njeri që ka ndonjë gjymtim nuk do të mund të afrohet, as I verbri, as I qali, as ai që ka një fytyrë të përçudnuar ose ka një gjymtyr të deformuar, një thyrje të këmbës apo të dorës, as gungaçi, as shkurtabiqi, as ai që ka një njoll në sy apo një egzem, as zgjeben apo herdhe të shtypura. As një burr nga fisi I priftit Aron që ka ndonjë gjymtim, nuk do të afrohet për t'i ofruar flijime të bëra me zjarr Zotit. Ka një gjymtim, të mos afrohet për të ofruar bukën e Perëndisë së tij. Ai do të mund të hajë bukën e Perëndisë së tij, gjëra shumë të shenjta dhe gjëra të shenjta. Nuk do t'i afrohet velit as edhe altarit, sepse ka një gjymtim. Nuk do të përdhos vendet e mia të shenjta, sepse unë jam Zoti që I shenjtëroj. Dhe Mojsiu ja tha këto gjëra Aronit, bijve të tij dhe gjithë bijve të Izraelit. Psalmi 26. Sigurom drejtësi o Zot, sepse kam ecur në ndershmërinë time dhe kam pasur besim te Zoti pa u lëkundur. Më heto o Zot dhe më vër në provë. Pastro me zjarr mendjen dhe zemrën time, sepse mirësia jote më rri përpara syve dhe unë po eci në vërtetësinë tënde. Nuk ule me njerëz gënjeshtar dhe nuk shoqërohem me njerëz hipokrit. Unë urrej tubimin e njerëzve të këqij dhe nuk bashkohem me të pabesët. Unë I laj duart e mia në qiltërsi dhe I shkoj I rrotull altarit tënd o Zot, për të shpallur me zë të lartë lavdinë tënde dhe për të treguar tërë mrekullitë tua. O Zot, unë e dua selinë e shtëpisë sate dhe vendin ku qëndron lavdia jote. Mos e vër shpirtin tim bashk me ata të mëkatarëve dhe mos më bashko me njerëzit gjakatar, sepse ata kanë në duart e tyre plane të këqija dhe dora e tyre djathtë është plot dhurata. Por unë do të eci në ndershmërinë time. Më shpengo dhe ki mëshirë për mua. Këmba ime është e qëndrueshme në vend të sheshtë. Në kuvende unë do të bekoj Zotin. Psalmi 27. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës sime, nga kush do të kem frikë? Kur njerëzit e këqij
Armiqtë dhe kundërshtarët e mi më sulmuan për të ngrënë mishin tim, ata vetë u lëkundën dhe ranë. Edhe sikur një ushtri të dilte kundër meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlqiste kundër meje, edhe atëherë do të kisha besim. Një gjë i kërkova Zotit dhe atë kërkoj: të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës sime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e tij. Sepse ditën e fatkeqësisë ai do të më fshehë në çadrën e tij, do të më fshehë në një vend sekret të banesës së tij, do të më lartojë mbi një shkëmb. Dhe tani koka ime do të ngrihet mbi armiqtë e mi që më rrethojnë dhe do të ofroj në banesën e tij flijime me brit magëzimi. Do të këndoj dhe do të kremtoj lëvdimet e Zotit. O Zot, dëgjoj zërin tim kur të këllthas ty, ki mëshirë për mua dhe përgjigj mu. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Mos ma fshi fytyrën tënde, mos e hidh poshtë me zemërim shërbëtorin tënd. Ti ke qenë ndihma ime, mos më lër dhe mos më braktis, o Perëndi i shpëtimit tim. Edhe sikur baba im dhe nëna ime të më kishin braktisur, Zoti do të më pranonte. O Zot, më mëso rrugën tënde dhe më udhhiq në një shteg të sheshtë për shkak të armiqve të mi. Mos më braktis në dëshirat e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundër meje dëshmitar të rrem, njerëz që duan dhunën. Oh, sikur të mos isha i sigurt të shoh mirësinë e Zotit në dheun e të gjallëve. Ki besim të madh te Zoti. Ji fort, ki zemër, ki besim të madh te Zoti. Predikuesit, kapitulli 4. Kështu u ktheva dhe mendova për gjithë shtypjen që ndodhi në ndjell. Dhe ja, lotët e të shtypurve, të cilët nuk ka njeri që t'i ngushëlloj. Nga ana e shtypësve të tyre ishte forca, por as ata nuk ka njeri që t'i ngushëlloj. Prandaj konsiderova të vdekurit, ata që tashmë kanë vdekur, më të lumtur se të gjallët që jetojnë ende. Por edhe më i lumtur se njëra dhe tjetra palë është ai që nuk ka ekzistuar kurrë dhe ende nuk ka parë veprimet e këqija që kryhen në ndjell. Pash gjithashtu që çdo mund dhe çdo sukses në punë ngjallin smirën e njërit kundër tjetrit. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Budallai rri me duar të kryqëzuara dhe ha mishin e vet. Vlen më tepër një grusht me pushim se sa 2 grushte me mundim duke u përpjekur të kapësh erën. Kam parë edhe një kotësi tjetër në ndjell. Dikush është krejt vetëm dhe nuk ka as bir, as vëlla. Megjithatë, mundi i tij nuk ka të sosur dhe sytë e tij nuk janë ngopur me pasuri. Por nuk e pyet veten: për kë po lodhem dhe e lë veten pas një të mirë? Edhe kjo është kotësi dhe një mundim i rënd. 2 vlen më mirë se një i vetëm, sepse ka një shpërblim të mirë për mundin e tyre. Në fakt, nëse rrëzohet njëri nga tjetri, por mirë ai që është vetëm dhe rrëzohet, sepse nuk ka njeri që ta ngrej. Kështu, gjithashtu nëse 2 veta flen bashk, ata kanë mundësi të ngrohen, por ai që është vetëm, si do t'ja bëjë të ngrohet? Në rast se dikush mund të mposht ato që është vetëm, 2 veta mund t'i qëndrojnë. Një litar tresh nuk këputet aq shpejt. Është më mirë një i ri, varfër dhe i urtë, se sa një mbret plak dhe budalla që nuk di më ta pranoj qortime. Sepse i riu ka dal nga burgu për të mbretëruar, megjithse kishte lindur i varfër në mbretërinë e tij. I pashtër të gjallët që ecnin në ndjell për të bashkuar me të riun, që shkon të zër vendin e tjetrit. Ishte i panumër gjithë populli, gjithë ata që kishin qenë para tyre. Megjithatë, ata që do të vinë më pas nuk do të jenë të kënaqur prej tij. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. 1 Timoteut, kapitulli 6. Të gjithë shërbëtorët që janë në nzjedh, le t'i çmojnë zotërinë e tyre të denjë për çdo nderim, që të mos blasfemohet emri i Perëndisë dhe doktrina. Por ata që i kanë zotërinë besimtar, të mos i përbuzin sepse janë vëllezër, por të shërbejnë edhe më mirë, sepse ata që kanë dobi nga puna janë besimtarë dhe të dashur. Këto mëso dhe këshillo. Në qoftë se dikush mëson një doktrinë tjetër dhe nuk ndjek fjalët e shëndosha të Zotit tonë Jezu Krisht dhe doktrinën sipas perëndishmërisë, ai mbahet më të madh dhe nuk di asgjë, por vuan nga sëmundja e grindjes dhe e të zënit me fjalë, për nga lindin smira, grindja, sharja, dyshimet e këqija. Debatet e kota të njerëzve me mendje të prishura dhe të privuara nga e vërteta,
sepse mendojnë se perëndishmëria është burim fitimi. Largohu prej këtyre. Perëndishmëria është një mjet që sjell dobi të madhe kur njeriu kënaqet me aq sa ka. Sepse ne nuk kemi sjell asgjë në këtë botë dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete. Por kur kemi ushqim dhe mbulesa, të jemi të kënaqur me kaq. Por ata që dëshirojnë të pasurohen, bie në tundim, në lak dhe në shumë pasione të parsyeshme dhe të dëmshme që i plandosin njerëzit në humbje dhe rënim. Sepse lakmia përpara është rrënja e të gjitha të këqijave, dhe duke e lakmuar atë fort, disa u largua nga besimi dhe të shpojnë veten e tyre me shumë dhimbje. Por ti o njeri i Perëndis, arratisu nga këto dhe ndiq drejtësinë, perëndishmërinë, besimin, dashurinë, durimin dhe zemërbutësinë. Lufto luftën e mirë të besimit. Rrok jetën e përjetshme në të cilën edhe u thirre dhe për të cilën ke bërë rrëfimin e mirë të besimit përpara shumë dëshmitarve. Të porositë përpara Perëndis që u jep jetë të gjitha gjërave dhe përpara Krishtit Jezus, i cili duke dëshmuar përpara Ponc Pilatit dha rrëfimin e mirë të besimit, që ti ta ruash këtë urdhërim pa njoll e të paqortueshëm derisa të shfaqet Zoti ynë, Jezu Krisht, që në kohën e caktuar do ta tregojë lumi e i vetmi sundimtar, mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve, i vetmi që ka pavdeksin dhe banon në dritë të paafrueshme, të cilën asnjë njeri nuk e ka parë kurrë dhe as nuk mund ta shohë. Ati i qoftë nder dhe pushteti përjetshëm. Amen. Porositë të pasurit e kësaj bote që të mos mbahen me të madh dhe të mos i mbajnë shpresat në pasurinë që është e pasigurt, por në Perëndinë e gjallë, i cili na jep gjithçka bujarisht për ta gëzuar, të bëjnë të mira, të jenë të pasur në vepra të mira, të jenë bujar dhe të gatshëm për të ndarë me të tjerët, duke mbledhur si thesar një themel të mirë për të ardhmen, për të arritur jetën e përjetshme. O Timote, ruaj atë që të është besuar duke u shmangur nga fjalët e kota profane dhe nga kundërvënjit e diturisë së rreme, të cilën e përqafuan disa dhe dolën nga besimi. Hiri qof me ty. Amen.